Leximi i ditës, Vangjelli Lukës, kapitulli 21, vargu kyç. Ju them vërtet se kjo vejush e varfër ka hedhur më shumë se gjithë të tjerët. Ajo në varfërinë e vet hodhi gjithçka që kishte për të jetuar. Shpjegimi. Kapitulli 21 fillon me shembullin prekës të vejushës, ndërsa të pasurit hidhin nga teprica ajo dha gjithçka, duke treguar një besim total te provisioni i Zotit. Pjesa tjetër e kapitullit kalon te profecitë e Jezusit mbi fundin e kohëve. Mesazhi është i qartë. Në mes të trazirave botërore, ne duhet jemi besnik në të paktën tonë dhe të qëndrojmë vigjilentë në lutje, duke pritur ardhjen e Tij. Lutu me mua. Lutja e reflektimit për ditën 21. O Ati që sheh përtej shumës dhe shikon zemrën, unë të falenderoj për mësimin e vejushës së varfër. Më fal që shpesh të jap mbetjet e kohës sime, të energjisë sime dhe të burimeve të mia. Më jep hirin të besoj ty në gjithë jetën time, duke ditur se ti je furnisuesi im i vërtet. Në një botë plot trazira dhe frikë, më ndihmo të mos kem frikë nga shenjat, por të qëndroj vigjilent. Më mbaj zgjua shpirtërisht që të jem i gatshëm të qëndroj para birit të njeriu çdo ditë. Amen.